Partia Demokratike ka shënuar sot 35 vjetorin e krijimit të degës së saj në Kukës me 5 janar 1991. I pranishëm në këtë përvjetori ishte sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka, i cili deklaroi se Partia Demokratike ndollet sot përpara misionit për t'i rikthyer jo vetëm Kukësit, por gjithë Shqipërisë dinjitetin e nëpërkëmbur nga ajo që ai e quajti narko-regjimi që sipas tij drejton për fat të keq vendin. Ne do të angazhohemi së bashku të gjithë për t'i rikthyer jo vetëm Kukësit tashmë dinjitetin, por për t'i rikthyer Shqipërisë dhe shqiptarëve të gjithë së bashku dinjitetin e nëpërkëmbur nga narko-regjimi dhe nga organizata kriminale që drejton sot për fat keq vendin. Jam sot këtu për t'ju përcjellur çdo njëri për jush dhe çdo demokrati kuksian në emër të Sali Berishës. Përshëndetje të mëshëm të thellë për ju, për demokratët dhe demokratët e Kukësit, për qëndresën e treguar ndër vite, për ekzistencën tuaj, për vlerat që ju keni përqaftuar dhe i përfaqësoni si askush tjetër. Edhe herë, mirënjohje dhe respekt për çdo njërin prej jush. Ndërsa drejtuesi i degës së PD-s së Kukës, Raman Dema, tha se ulet me respekt për të gjithë themeluesit dhe drejtuesit e degës së Partisë Demokratike në Kukës ndër vite. Është kënaqësi dhe privilegj për mua që në cilësinë e kryetarit të degës Partisë Demokratike t'ju uroj mirëseardhjen në festimin e ditëlindjes së 35 Partisë Demokratike të Kukës. Ulem me respekt dhe mirënjohje të veçantë përpara këtyre burrave dhe grave themelues të Partisë Demokratike të degës Kukës, si Burim Muja, Behar Duma, Isa Elezi, Bayazid Saali, Suleiman Dida, Aneta Amati, Arben Neshi, Abdullah Nërguti, Mersin Gjana, Kamber Elezi, Isuf Spaliu, Besnik Elezi, Sul Petku, Ramadan Koldashi, Selim Isrefi, të cilët sfiduan regjimin komunist dhe me guxim e kuraja të bindur se liria ishte ajo që u kishte munduar mos e shumti shqiptarëve dhe në veçanti kuksianëve të cilët për shkak të cilësive që mbar trevajon si besa, tremëria, qëndresa dhe të përvalja kishin përjetuar aktet më barbare si vrasje, burgosje, internime dhe izolime kolektive. Ndaj në këto kushte, në 5 janar të vitit 1991, do gra burra kurajos me vetdije të lartë politike të bindur se regjimi komunist duhet të merrte frymë më asnjë ditë. Nënshkruan aktin e themelimit të Partisë Demokratike si partia e parë opozitare e Kukës. Ditën e themelimit të PD-s në Kukës e përshëndetën edhe deputetët e Partisë Demokratike të qarkut të Kukësit, si edhe ndër themeluesit e parë të PD-s, qytetar të ardhur nga Prizreni, të cilët theksuan se ka ardhur koha që opozita t'i japë sërish një goditje të fortë regjimit Rama. Të gjithë demokratët e Kukësit e ka treguar vetëm kohë më të vështira se ardhën në Partinë Demokratike dhe pasi kjetërit. Ka pas rast përshete lokale që ka lëviz, ama në përshete qendrore, jo. Aq më të rrugë dhe që të fund pare, kur gjithë Shqipëria doni negative në votimin e Partisë Demokratike, Partia Demokratike dhe Kukësit të mëzojnë. Urime për këtë fitore, madhështore, për 3 oktober. Në emër të demokratëve të viteve 1991-1996 dhe uroj vitin e ri dhe 35 vjetorin e themelimit të degës Partisë Demokratike Kukës. Shpresoj dhe besoj se viti 2026 do t'jetë viti ndryshimit, viti i fitores Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare. Jemi këtu për të nderuar 35 vjetorin e kësaj historie të 35 viteve qendrës dhe me të gjitha për të nderuar shpirtin e pakthyeshëm të Kukësit. Por 35 vite më parë, burra dhe gra të guximshëm u ndodhen për të themeluar degën e Partisë Demokratike të Kukës. Këtu në Kukës, ata nuk ishin asgjë tjetër përveç presës dhe
dashurisë për lirim. Sot, në këtë përmjetër të më thënës, nderojmë 35 vite qëndres, fuqim dhe besnikëri nga idealeve të demokracisë. 35 vite histori të degës së Partisë Demokratike Kukuës. Një degë që ka lindur nga sakrifica, jo nga pushtet, nga shpirti i lirë, jo nga frika. Ku 35 vite më parë, kryetarët e Komisionit Zyrtar sfiduan regjimin diktatorial dhe armën e sigurimit famkeq shtetit dhe krijuan degën e Partisë Demokratike Kukuës. Nder dhe respekt për të gjithë ata, si dhe homazh për ata që nuk jetojnë më. Liga për qyteti i Ligës Shqiptare të Prizrenit për të përcjell të falet dhe urimet për ata dismetar burra dhe gra, intelektual, disident dhe përndjekur politik që para 35 viteve mbjollën në shtëpinë e Miktar Xhanës për krijimin e Partisë Demokratike Degën e Kukës, e cila e sfidoi regjimin më të egër komunist të asaj kohës, sidomos në trevat e Lumës që patpo masakrat nga Batër Rëndat. Më 5 janar 1991 në shtëpinë e Miktar Xhanës, 15 nismëtar të parë themeluan degën e Partisë Demokratike në Kukës, duke shënuar një moment historik për pluralizmin politik në zonë.